Komisioni Evropian publikoi strategjinë e re për vizat, e cila synon të hapë rrugën për zgjidhjen e problemit të shoferëve të kamioneve në vendet e Ballkanit, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Strategjia do të shqyrtohet sot, por nuk ofron zgjidhje të menjëhershme. Dokumenti parashikon lëshimin e vizave me shumë hyrje për turizëm dhe biznes. Lefshmëria do të jetë mbi 5 vjet për aplikantët e mirëbesueshëm. Ata duhet të kenë histori të pastër ligjore dhe të mos paraqesin rrezik migracioni ose sigurie. Shoferët që udhëtojnë për biznes në emër të kompanive të besueshme janë rrezik i ulët dhe i sigurt. Problemi është mungesa e një qasje të përbashkët për menaxhimin e tyre. Çdo vend antar ka skema dhe lehtësira të ndryshme për vizat. Për këtë në Facebook shkroi edhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski, duke shtuar se qëndrimet e vendit janë pranuar dhe se shoferët do të njihen si profesionist, ashtu siç kërkoi. Sipas tij, kjo strategji nënkupton zgjidhjen e problemit me cilën u përballën shoferët profesionistë.